është fajtor sepse ka kryer vepra penale, krim e luftës kundër popullsisë civile, të njëjtin e gjykon me dënim me burgim në afat prej 10 viteve. Trupi gjykues, pas seancës për këshillim dhe votim, sot me datë 11/11/2025, në emër të popullit, me ardhur publikisht shpall këtë aktgjykim. I akuzuari Shaqir Lutfia, me shënime personale si shkresë të Londës, është fajtor sepse ka kryer vepra penale, krim e luftës kundër popullsisë civile, të njëjtin e gjykon me dënim me burgim në afat prej 10 viteve. Koha kaluar në paraburgim, i llogaritet në dënimin e shqiptuar nga data 14/2023 deri në plotësishmërinë e këtij aktgjykimi. Po ashtu detyrohet i akuzuar që në emër të shpenzimit procedurës penale, në emër të paushallit shumën prej 300 euro, ndërsa në emër të kompenzimit të viktimave të krimit shumën 100 euro. Të dëmtuarit lidhen me kërkesën pastorore juridike udhëzohen në kontest të rregullt civil e juridik, ndërsa të akuzuarit me aktvendim të veçantë i vazhdohet masa para burgimit deri në plotësishmërinë e këtij aktgjykimi, por jo më shumë se sa dënimi i shqiptuar. Kundër këtij aktgjykimi është lejuar ankesa në afat prej 30 ditëve nga momenti i pranimit përmes kësaj gjykate për gjykatën e apelit.